Zonja Zotri, mirëmbrëma, faleminderit që keni ardhur sonte në Londër nga gjithë Britania në këtë takim të jashtëzakonshëm me liderin e koalicionit Euroatlantik, me kryeministrin e ardhur të Shqipërisë, zotin Lulzim Basha. Është një nder dhe privilegj i jashtëzakonshëm që nga Londra, nga vendi i dijes, nga vendi i historisë botërore, nga djepi i kulturës dhe qytetërimit botëror, të përshëndes juve që jeni sallë, gjithë shqiptarët kudo që ndodhen dhe të uroj që me 11 maj Shqipëria të çlirohet nga ata që shkatruan, nga ata që na larguan nga Shqipëria dhe Shqipëria të ketë një udhëheqje, të ketë një shtet demokratik evropian dhe qytetar. Si që thë zoti kryetar, sonte ishte nata e fundit e Ramazanit, zoti ja u pas pranuar agjërimin të gjithëve, gëzuar Bajramin juve që jeni këtu, gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, jetë kjo natë e bekuar, një guri jashtëzakonisht i mirë për gjithë neve, për gjithë shqiptarët, dhe si që tha dhe zoti kryetar, me 11 maj, me 12 maj të kemi një Bajram, një fest për gjithë shqiptarët, për një Shqipëri të çliruar nga ata kriminal dhe krimi nga ata që e kanë quar Shqipërinë, e kanë shkatëruar Shqipërinë dhe shqiptarët. Të nderuar zotëri, pa humbur kohë, me që e filluam pak me vonesë, ju ftoj zotin Lulzim Basha të flasë me juve. Mirëmbrëma, vëllezër dhe motra, zonja dhe zotëri, nëna dhe baballar, nderuar kryetari i degës së Demokratëve Euroatlantik në Londër, Naim Asane, njëkohësisht kandidat për deputet i listës tonë, nderuar zoti Shemsi Premçi, kandidat për deputet i listës e Demokratëve Euroatlantik, koalicionit Euroatlantik. Ti uroj mirëseardhjen edhe bashkë kemi ardhur dhe një miku tjetër, bashkëpunëtorit ngusht, një shkëmbit vërtet qëndresës për parime, për ideale që na bashkojnë gjithëve sot e na bashkojnë me shumicën dërmuese të shqiptarëve, antarit kolegjit kryetarëve të koalicionit Euroatlantik Dash Visha. Dua ta nis edhe një herë për gjithë ju këtu, për gjithë bashkëdhetarët tanë në Britaninë e Madhe dhe për shqiptarët anë mban, në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, në Maltëzi, në Lugin të Preshevës, në diasporë kudo ku ndodhen, t'ju uroj nga zemra në këtë fund të Ramazanit, muajit të shenjtë të Ramazanit, agjërim të pranuar, sakrificë të pranuar për veten tuaj, për familjet tuaja, u kthef në dritë e bekim për gjithë shqiptarët. Dhe ndonë se tradita jonë është që urimet i bëjmë ditën e Bajramit, po kjo është mbrëmja e fundit e agjërimit, është çelja e festës që përkujton këtë sakrificë ndaj Zotit, dhe dua po kështu t'ju uroj të gjithëve gëzuar Bajramin, për shumë vjet gëzuar Bajramin, sjell dritë, paqe e harmoni në zemrat e gjithë shqiptarëve. Me dritë na keni prit. Sot, edhe klima ishte e përmbysur. Shqipëria ishte mbuluar nga ret, edhe nga shiu, breshri, dje, dhe Britanin, Londrën e gjeta plot me dritë, plot me diell. E keni sjell ju, Zoti ju rujt e ju bekoft, ju e ju begatoft, e keni sjell, dritën e keni sjell me sakrificat të jashtëzakonshme. Kam folë sot me disa prej miqve që kishin dalë me mprit. Më kanë kujtu me çfarë sakrificash ka ardhur shumica dërmuese e shqiptarëve në këtë vend. Nga njëra anë, s'duhet me i harru, sepse po ndodhin ditë për ditë. Ato që kanë ndodhur edhe para 20-25 vitesh, edhe para 10 vitesh. Njerëz cilët rrezikojnë jetën me gomone për të ardhur në Londër. Atëherë e konsideronin luks që kaluan me kamiona. Por për të ardhur deri ke kamionat në Kale,
ishin kalu në nëntor me skaf, nga Vlora në Bari, nga Bari në Milano, nga Milano në Calais, nga Calais në Londër, historia njënit për tyre. Mik i ngusht. Sot, prind, babaj 3 fëmijëve, si përmarrës, punë dhënës, etalon i suksesit, i integritetit të shqiptarëve të Londrës e të Britanisë Madhe. Si që jeni shumica dërmuse për jush këtu. Ky është ndriçimi që keni sjellë të sallë. Edhe atëherë, kur çdo kusht tjetër do të dorëzohej, shqiptari nuk dorëzohet, e gjen rrugën, ngrihet, ngren mbi shpatullat e vet, një realitet ashtu siç e do zemra, ngren një realitet të ri për familjen e vet, nuk harron pjesën tjetër të familjes së Shqipëri. Kjo është forca, veçoria e shqiptarëve tanë në emigracion anë mban botës dhe këtu në Britaninë të Madhe. Zoti ju bekoft. Por nëse është provë dhe është provë dëshmi e forcës individuale të gjithë secilit prej jush këtu, e të gjithë atyre miqve, shokve, dashamirëve, anë mban Londrës, Amerikës, Gjermanisë, Italisë, Greqisë e kudo tjetër, është edhe provë e diçkaje tjetër. Është provë e dështimit total të politikës karshi shqiptarëve, është provë e pakundërshtueshme e dështimit tash 12 vjeçar qeverisë më të korruptuar që ka njohur Shqipëria që nga themelimi i saj si shtet i pavarur në nëntor të 1912-s. Gjithë prallat e suksesit, gjithë premtimet e dala boje që riciklohen zgjedhje pas zgjedhjesh, nuk i rrin dot këtij fakti e emigracioni masiv i shqiptarëve. Zbrazja e qyteteve tona, nga Shkodra, Lezhë e Kuksi, tek Vlora, Fierje, Durrësi e çdo qytet tjetër, është prova më e qartë e dështimit të kësaj qeverie. Apo jo? Pse tjetër do largohesh për 10 huaj? Nëse vendi yt t'i ofron mundësitë për shkollim normal, për arsimim profesional, një treg pune që do të ofrojë pagë dinjitoze, jo thjesht për të mbajtur frymën. Kushtet barabarta, ku secili sipas meritës e talentit arrin të çajë përpara, siguri, shëndetësi, shtetje për shtresat nevojë. Sikur këto të ekzistonin, a do kishte nevojë të largoshte rinia mrekullueshme shqiptare në kushte pothuajse të njerëzore? Sigurisht që jo. Ndaj, kjo është pyetja. Pyetja ndaj cilës nuk mund të mbyllin syt as veshët ata që me të vërtet duan dhe ju bëhet vonë për familjet e tyre, për fëmijët e tyre. Pse largohen shqiptarët? Përgjigjja është e njëjtë me përgjigjen ndaj një pyetje tjetër që unë e kam parashtruar para 10-15 ditësh dhe sot mushton në vesh të mi kudo që shkoj, edhe në Heathrow, edhe në Londër, edhe në Athinë, në Tiranë, po në Shkodër, Mramisha, në Dibër, në Kukës, është përgjigja e të njëjtës pyetje. Pse largohen shqiptarët dhe Rame ku i ke shokët është e njëjta përgjigje. Përgjigja është 7 herë 7 313. Përgjigja është korrupsioni. Korrupsioni është pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik të shqiptarëve, është pengesa kryesore për prosperitetin ton ekonomik si vend, është faqja e zezë e Shqipërisë në skenën ndërkombëtare. Këtu në Angli, janë e mban botës. Nuk ka asgjë që na e nxin faqen më shumë se korrupsioni i shtetarëve, i qeveritarëve shqiptarë. Çfarë mendon një britanik kur shikon që kryeministri i vendit i kapet zëvendës kryeministri në afera korruptive të tmerrshme? Dhe në vend që ta ndaloj, i jep 2 javë kohë ta rratiset. Pastaj i kapet kryebashkiaku i kryeqytetit me një rrogë 1800 pound muaj
por që shpenzon vetëm për të brendshme dhe për bizhuteri 1 milion euro. Çfarë mendon një politikan, një drejtues britanik, kur ministri i brendshëm që duhet luftoj krimin, kapet, arrestohet, gjykohet, dënohet për mbashkëpunim me krimin? Çfarë mendon një drejtues apo antar i kabinetit britanik apo i Bashkimit Evropian, kur parat e taksapaguesve europian që duhet shkonin për të ndihmu fermerët shqiptar vidhen dhe shpërdorohen. Pra ku babzia nuk ndalet tek vjedhja dhe shpërdorimi i taksave të shqiptarëve. Po kaq të pacip e të paturp janë, saqë vjedhin edhe taksat e europianëve. Korrupsioni është pengesa kryesore. Ndaj dhe ajo që na mbledh sot të sallë nuk është thjesht dhe vetëm një angazhim për një betejë për jetë vdekje për të nesërmen e Shqipërisë me 11 maj. Është një vetdije se asgjë s'mund bëhet, absolutisht asgjë s'mund bëhet e mirë në Shqipëri pa i dhënë dërmën një goditje vendimtare korrupsionit politikës shqiptare. Dhe këtu jemi sot, ne, përfaqësuesit politik të koalicionit Euroatlantik, numrit 4 në fletë të votimit dhe njerëzve që vinë së pari e mbi të gjitha si njerëz të vendosur, të përbetuar në luftën kundër korrupsionit, të përbetuar në mbështetjen 100% të strukturës posaçme antikorrupsion për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë politikanëve të korruptuar shqiptar. Pa luftuar korrupsionin asgjë e mirë nuk mund ndodh me Shqipërinë. Jo që jo, antarësimin Bashkimin Evropian e prallat për pasaport europiane pa çuar para përgjegjësisë të gjithë ata të cilët kanë shpërdoruar besimin, taksat dhe vjedhur pasuritë e shqiptarëve. Kjo është fare e thjeshtë. Është e drejtë për drejtë. Ju thash dje isha në Dibër e në Kukës. Normalisht nga Dibra për në Kukës, për ata që janë nga zona, i bjet nga rruga e Rinisë. E kur del për të zbrit në qytet, shef aeroportin e Kukësit. A e mbani mend se si zgjedhjet e kaluara në 2021-shin, rahu gjoksin dhe ju tha çunat e Londrës do vini këtu në shtëpinë tuaj në Kukës për 2 orë. Më shpejt se sa nga Tirana do vini nga Londra në Kukës. Do vini nga Londra në Kukës e do ju pres unë të vini këtu, do vini 1 herë, 2 herë, 5 herë në javë, sa herë doni, ja ku e keni aeroportin e Kukësit. Sa kanë shku nga Londra në Kukës? As Kuksianas, as Janas, Tropojanas, Gjakovar, fare. Po i del boja atyre stikrave që janë të ngjitme në autostradë, këtë trau që thonë për kaq euro Londër, Luton, Kukës, Stansted, Kukës, apo Milano, Kukës. Pse? Nuk du të futem në detaje që janë teknike, por dhe politike, sepse Eurokontrolli, agjensia europiane, në kuptimin kontinental, ku bën pjesë dhe Britania, nuk i dha certifikatën. Dhe vetëm i fluturim ishte një që unë ngjit nga Londra, shkojnë në Tiranë, zbritën në Tiranë, pastaj unë ngjitën prapë bën Tiranë Kukës. I njëjti fat që pati premtimi për aeroportin e Kukësit, të njëjtin fat ka dhe premtimi i Edi Ramës për pasaportë europiane me Edi Ramën kryeministër. Nuk ka pasaportë europiane me Edi Ramën kryeministër, sepse integrimi europian dhe korrupsioni i Edi Ramës dhe qeverisë tij janë konflikt interesi me njëri tjetrin. Kaq është e qartë. Historia e integrimit vendeve tjera të Bashkimit Evropian tregon që pa u ndëshkuar autorët e korrupsionit qeveritar ato vende nuk bëjnë përpara. Kujtoni Kroacinë. E mbani mend, kryeministrin e Kroacisë për 1 orë dore i filloi hetimi penal. Pse? Bashkimi Evropian nuk mund pranoj vende që qeverisen nga njerëz që janë aty për t'i shërbyer vetes tyre dhe jo qytetarëve tyre. Dhe ky është realiteti sot në Shqipëri. Një qeveri dhe një kryeministër që i shërben vetëm vetes tij, vetëm interesave të tij dhe jo qytetarëve shqiptar. Kjo është e vërteta. Dhe kështu
kanë dashur ta gatuajnë edhe çorbën e 11 majit. Prandaj mbyllën listat. Mbyllja e listave është akti i dytë që tregon tradhtinë e interesit publik dhe shërbimin e interesave të veta. I pari pa diskutim është SPAK-u, të cilin mezi presin të bashkojnë forcat të rrëzojnë, por nuk do t'ja dalin. Nuk do t'ja dalin, sepse me të vërtet, ne, si formacion politik, koalicioni Euroatlantik jemi të vendosur 100% në mbështetje të SPAK-ut, por ne nuk jemi vetëm. Ne jemi zëdhënësit e një aspirate mbarkombëtare apo jo që do t'i shohë të gjithë politikanët shqiptarë që kanë futur duart e tyre në pasuritë e shqiptarëve, të gjithë korruptuarit shqiptar, para drejtësisë dhe prapahekurave. Prandaj kemi dërguar 1 vit e gjysmë përpara propozime në parlament, projekt ligje në përputhje me kërkesat e strukturës posaçme antikorrupsion për t'i dhënë financim, për t'i shtuar burimet njerëzore, prokuror, hetus, etj. Dhe për t'i lehtësuar bashkëpunimin me kundërpartnerët e tyre në Europë, Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As në rend të ditës nuk e kanë futur. Këta që me fjalë bëjnë nami kundër korrupsionit, por me vepra bashkohen dhe i lirojnë të korruptuarit me votat e tyre, siç e bën 1 vit e pak muaj përpara në Tiranë. E dyta, mbyllja e listave. Pse i mbyllën listat? Pse i mbyllën listat? Sepse duan kazerma deputetësh në mbrojtje të interesave të tyre. Një deputet që vjen nga lista mbyllur nuk është një deputet që lidhet me qytetarin. Nuk është një deputet që lidhet me hallet e qytetarit. Nuk do t'ja di. E vetmja gjë që duhet bëj është servilose, të bëhet rrogoz para këmbëve të kryetarit. Derisa kryetari ta fusin listë mbyllur dhe pastaj të bëhet prap rrogoz duke mbrojtur kryetarin në parlament dhe duke harruar qytetarin. Prandaj i quaj këta deputet vezë të qyqes. Sepse bëjnë sikur janë deputet popullit, po janë deputet kryetarëve. Janë gardë personale e kryetarëve, nuk janë aty për të shërbyer interesave të shqiptarëve, për interesat e veta dhe interesat e kryetarëve të vet, bashkëpunojnë haptazi kundër interesave të shqiptarëve. Dhe këtu është dallimi tjetër i madh. Euroatlantikët garojnë me listë të hapur dhe është në dorën e qytetarëve shqiptar, kudo që jetojnë, në dorën e bashkëtetarëve tanë në Londër e kudo në emigracion, të vendosin se kujt do t'i besojnë mbrojtjen dhe promovimin e interesave të tyre. Ka dhe një dallim tjetër që sot duhet ta ritheksoj, se ndoshta na thi nuk e vura mjaftueshëm pa. Ne jemi e vetmja forcë politike që sollëm kandidat pikrisht nga gjiri i emigracionit shqiptar, nga gjiri i diasporës shqiptare, siç është avokat Naim Hasani, vepra dhe puna e cilit flet vet. Siç është kreu i degës tonë në Athinë, siç janë përfaqësuesit tanë aleat në Itali, siç është kreu i degës tonë në New York, siç është një tjetër kandidat i yni në Gjermani. 5 kandidat të koalicionit Euroatlantik janë drejt për drejt përfaqësues të interesave të diasporës shqiptare, të emigrantëve shqiptar, sepse janë aty, jetojnë me ju, me hallet tuaja, me problemet tuaja dhe ka një dhe vetëm një zotim, të sjellin zërin tuaj, problemet tuaja, shpresat tuaja, aspiratat tuaja në kuvendin e arshëm të Shqipërisë. Pra, është e qartë që ata, garda vjetër, janë aty për karriket e tyre, për interesat e tyre, për të mbrojtur veten e tyre nga drejtësia dhe i vetmi formacion politik i cili në një betejë gjatë e ka provuar se nuk e ka për karrike personale, se nuk janë ofruar pak karrike personale njerëzve tanë, por e ka për të mbrojtur dhe promovuar kauza publike, kauza qytetare, kauza kombëtare është koalicioni Euroatlantik. I pari me një program të plot e gjithanshëm, të detajuar dhe të hartuar me ekspertizë të plot, kombëtare dhe ndërkombëtare, europiane dhe amerikane. E shpalosëm me një qershor programin. Pse? Mjaftu shumë kohë që qytetarët shqiptar, grupet e interesit, kishin mundësi të debatonin për këtë program. Sigurisht Trekëndshi i Bermudës bëri gjithçka për të ndaluar këtë diskutim. Sigurisht, dhe vazhdon të bëjë gjithçka
Dhe nga ana tjetër, si ata kopjacët e keq që me një sy shohin fletën ku kopjojnë, kanë marrë pjesë programit dhe i kanë gjitur në mënyrë të pakuptueshme në ato që i shpallin si programet e tyre. S'kan program ata. Programi tyre i vetëm, programi vetëm i Edi Ramës është 7 313. Po, pa diskutim. S'ka diskutim. Sepse po t'ishte ndryshe, do na thoshte pse i ka shokët aty. Ai as nuk pranon të më thotë se ku i ka shokët. Po dhe Durrësi është opsion. Durrësi është me 2 kryebashkiak. Është i vetmi qytet në botë që ka 2 kryebashkiak. Edhe Durrësit edhe Tiranës. Po. Sepse duke mos u përgjigjur për këtë pyetje mendon se shqiptarët do të harrojnë, nuk kanë për të harruar. Fola për programin tonë antikorrupsion. Dhe fola për kopjet që bëjnë. Angazhimi jonë në 1 qershor është themelimi i njësisë së rikuperimit të pasurive të vjedhura. Pasurive të vjedhura shqiptarëve. Dhe këto pasuri, siç e dini fare mirë ju, vëllezërit dhe motrat tona në Londër, nuk janë vetëm në Shqipëri. Nuk janë vetëm në Tiranë apo në Bregdet, janë dhe jashtë Shqipërisë. E dini fare mirë ju. Janë dhe këtu në Londër. Dyqane, pronat patundshme, politikanëve shqiptarë. Me 2.000 euro në muaj, sa dyqane mund të blesh në Londër? Sa bizneset suksesshme mund të kesh në Londër? Me 1.800 euro në muaj, sa që është rroga drejtorit përgjithshëm të tatimeve. Sa? Se bie që të jenë shmire tu më t'ulta se në puk. Apo ja? Unë e di që në uk është pak më shtrenjtë se në puk. Apo ja? E pra, njësia e rikuperimit pasurive të vjedhura ka këtë detyrë të gjurmoj me mjete aktive të hetimit pasurit e politikanëve të korruptuar shqiptar, që në fakt nuk janë pasurit e tyre, janë pasurit tuaja, janë pasurit e të afërmve tuaj, dhe me këtë njësi dhe me këtë politik ne kemi një dhe vetëm një synim. Pasurit e vjedhura shqiptarve, pasurit e vjedhura ju, taksat e vjedhura ju dhe familjeve tuaja, t'ju kthehen ju, sepse ju dhe vetëm ju jeni pronarët e vërtet këtyre pasurive. Unë dala tek lufta kundër korrupsionit sepse është pa diskutim dallimi i parë dhe i pakapërcyeshëm midis koalicionit Euroatlantik numrit 4 në fletë e votimit dhe natyrisht Edi Ramës dhe qeverisë tij e ministrave tij të korruptuar, por dhe të tjerëve. Edhe atyre që duan të riciklojnë rangallat e korrupsionit. Disa prej tyre janë në arrest. Pikërisht për korrupsion dhe fshehje pasurie, i kanë vënë listë për deputet. Du t'i them disa prej miqve që i kanë pas në këtë sallë, e uroj t'i kem prap, që e kanë humbur pak rrugën, kujdes. Kujdes me një listë tjetër si ju premtojnë, që po votoni për PD-n, po në fakt po votoni për Ilir Metën. Mos e bëni atë gabim se nuk do t'i shifnin dot në sy, as miq tuaj, as fëmijët tuaj, as familjet tuaja. Tani t'jemi fare të qartë. Me këtë prioritet hapet rruga për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Programi ynë synon t'i vi ndihmë çdo grupi interesi. Duke i konsideruar diasporën tonë, emigrantët shqiptar, emigracionin shqiptar si një grup interesi me interesat veçanta ekonomike. Ne kemi formuluar zgjidhje të cilat do të mundsojnë që ata që ju keni në Shqipëri, familjet tuaja, kushërinë të afërmit, të kenë shanset për të ndërtuar një jetë me dignitet në vendin e tyre, pa u varur, edhe për 20 vjet tjera, tek ndihma ekonomike që ju jepni. Sepse ne e dim fare mirë që i gjithë djersa juaj, gjithë mundimi juaj, i punëve që bëni, të paktën ata që bëjnë një punë, shumica bëjnë 2 punë, të gjitha shkojnë ose me koston e lartë jetesës këtu, për ata që janë me të ardhurat ulta, dhe në fund të muajit, si u mbetet asgjë,
ose çfarë ju mbetet, detyrohet ta çojë tek shtëpia vet në Tiranë, apo në Shkodër, apo në Malësi, apo në Vlorë, apo në Fier, në Korçë, në Durrës, në Elbasan, e kudo që keni familjet tuaja. Ola për dështimin e parë, ky është dështimi i parë. Është kollaj të vishet tundësh flamuri shqiptar në Londër, apo në Kret, apo kudo tjetër. Patriotizëm me tundje flamuri nga politikanët kemi parë boll këto 35 vjet, apo jo. Tundësh flamurin shqiptar për patriotizëm, kur i shtrydh shqiptarët në emigracion deri në pikën e fundit, sepse familjeve tyre ti si jep asnjë mundësi ekonomike, asnjë mundësi sociale, asnjë ndihmë, përkundazi, i bësh barr me karburantin dyfishin e asaj që paguan në Kosovë apo Maqedoninë e Veriut, me taksat në nivelet më të larta në 35 vite, me çmimet e ushqimit më të larta se sa në Greqi. Është kollaj të vish pastaj të tundësh flamurin para emigrantëve tanë, sepse me taksat e tyre, me paratë e tyre, mbahen familjet në Shqipëri. Ky është turpi më i madh. Dhe në fakt maskarallëku më i madh, sepse pas flamurit që tundin, flamurit ton, kuqezi, me cilin jemi krenar dhe kemi derdhur gjak, nuk mund të fshihet kur maskarallëku i një politike të korruptuar. Ndaj angazhimi ynë është ky. Një, në raport me emigracionin, angazhimi ynë programor për gjithë grupet e interesit, për sipërmarrjen shqiptare, për profesionistët e lirë shqiptar, për fermerët shqiptar, për rinjtë shqiptare, për të përndjekurit dhe pronarët shqiptar që kanë 35 vite që nuk shohin drejtësi as financiare, as materiale dhe as morale. Angazhimi ynë është që familjet tuaja në Shqipëri, familjarët tuaj në Shqipëri të pavarësohen nga ndihma juaj dhe ju ato para t'i keni për veten tuaj, t'i keni për familjet tuaja, t'i keni për t'i investuar dhe për të kthyer në Shqipëri, jo thjesht si njerëzit që mbani me lek familjen tuaj, por si njerëz krenar, si investitor dhe si njerëz që mund të shijoni mrekullitë e vendit tonë në turizëm dhe në çdo fushë tjetër. Dhe kjo e dyta ka shumë rëndësi. Krijosh kushtet që shqiptarët që punojnë e fitojnë jashtë vendit, të investojnë në vendin e tyre, nuk është diçka e thjeshtë. As nuk është çështje parrullash, as kongresesh diaspore që vetëm sa kushtojnë para taksash. Por nga ana tjetër nuk ka nevojë të shpikësh rrotën. Mjafton të shikosh Irlandën, Republikën e Irlandës. Po më afër, Italinë, Greqinë, pse jo Izraelin. Mjafton të kopjosh ato modele të mira që trajtojnë emigrantin e vendit tyre si një aset kombëtar, edhe në fushën ekonomike. Dhe ta bësh këtë duke i mundësuar djersës, sakrificës, mundit të gjithë secilit prej jush të kthehet në bereqet, në radh parë për ju, zotrit e kësaj djerse, e pastaj edhe për vendin tuaj, për vendin tonë, për bashkët, për Shqipërinë tonë. Po për këtë nuk duhet vetëm vullneti për të vënë veprim skema tashmë të ngritura nga perëndimi, nga ato vende që përmenda, duhet dhe diçka. S'mund ta kesh kur i ke shokët ke vendi dhe kur e ke mendjen ke shokët. Duhet dashuri pa kushte për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Është kjo dashuri që na ka marrë në këmbë momentet më të vështira. Është bindja se shqiptarët me 11 maj nuk mund t'i lenim në zgjedhje pas zgjedhje midis Shilës dhe Karibdës. Është vendosmëria për të bërë gjithë së bashku ato që meritojnë fëmijët tanë, fëmijët tuaj, familjet tona, sepse fëmijët dhe familjet e shqiptarëve e ardhmja tyre janë konflikt interesi me vazhdimin e qëndrimit në pushtet të këtij kryeministri dhe të kësaj force politike tashmë të gangrenizuar nga korrupsioni. Daj mesazhi im për këdo që e ka mundësinë të votoj këtu nga Londra dhe natyrisht për gjithë të afërmit tuaj në Shqipëri është ky. Me 11 maj, o je me Edi Ramën, o je me familjen tënde. O je me Edi Ramën, o je me fëmijët e tu. O je me Edi Ramën, o je me Shqipërinë. Nëse je me Edi Ramën, je kundër Shqipërisë. Nëse je me Edi Ramën, je kundër familjes tënde.
Nëse jemi Edi Ramën, je kundër fëmijëve tu, prandaj duke e ditur se sa dashuri e dhimbje e çfarë sakrifica shqiptarët bëjnë për fëmijët, për familjet dhe për Shqipërinë, zgjidhni fëmijët e juaj, zgjidhni familjen tuaj, zgjidhni Shqipërinë, besoni te Shqipëria, votoni koalicionin Euroatlantik numri 4. Numri 4 për zhvillim ekonomik, numri 4 për luftë kundër korrupsionit, numri 4 për ekipin e vetëm me njerëz digjitos, ata që votoni, ata do të shkojnë në parlament. Nuk ka vezë qyqesh në listën tonë. Numri 4 për të bërë drejtësi dhe për t'i dhënë shqiptarëve të njëjtat kushte që kanë sot në vendet ku emigrojnë për një jetë mirë, për një të ardhme të sigurt për veten dhe fëmijët e tyre. Numri 4 për ta çuar deri në fund ekuacionin e ri të tabelës së shubëzimit 7x7. Ju ftoj këtu nga Londra, këto ditë që në ndajnë, pak më shumë se 6 javë në ndajnë, nga 11 maj, të bëjmë gjithë shka. Ngërija tabel, ajo është tabela vërtet. Të bëjmë gjithë shka që të themi shqiptarve, ka shpresë. Ka shpresë. Dhe shpresa është tek besimi ynë, besimi në Zot, besimi te Shqipëria, besimi te familja, besimi te fëmijët tanë, te prindrit tanë, te të moshuarit tanë, që kanë kaluar një jetë plot sakrifica për të na rritur, për të na edukuar, për të na dhënë mundësitë. Ja kemi borxh Shqipërisë, ja kemi borxh prindërve tanë, ja kemi borxh fëmijëve tanë. Le pra të bëjmë gjithçka, kudo, në Londër, në Birmingham, kudo ku ndodhen shqiptarët këtu, në Shqipëri sigurisht e anë mban botës ku ndodhen emigrantët, sepse dita po afron, kur ne të gjithë duhet jemi në gjendje të shohim fëmijët tanë sy e t'ju themi, zgjodhëm të ardhmen tuaj, zgjodhëm Shqipërinë, zgjodhëm koalicionin Euroatlantik numri 4. Faleminderit nga zemra për këtë mikpritje. Për kë? Për pensionet. Sa herë që vinë zgjedhjet, hapet thesi. I pari që hap thesin është i pari qeverisë. Dhe thot do bëj këtë, po pse si bëre 4 vite? Pse si bëre 8 vite? Pse si bëre 12 vite? Pse? S'kishte lek. Si s'kishte lek. Vitin e kaluar, qeveria shqiptare ju ka marrë shqiptarëve 7.2 miliard euro, afro 6.8 miliard pound që fëse s'gabohem, dhe i ka shpenzuar për qefin e vetë. Sepse ato lek nuk kanë shkuar tek pensionistët, kanë shkuar një pjesë e shokëve, këtë 313. Sepse ato lek nuk kanë shkuar te shëndetësia, me Ilir Beqën, që e ka dorën edhe më të gjatë se që është vetë, ka shkuar Ilir Beqa dhe të tjerë këtë 313. Sepse ato lek, 7.2 miliard euro, nuk kanë shkuar për shëndetësinë e të moshuarve, janë shokët e Edi Ramës të 313. Sepse ju shesin shqiptarve barnat skaduara dhe nuk rimbursojnë barnat për të moshuarit, janë një pjesë e shokëve këtë 313. Me 11 maj do t'i çojmë edhe ata të tjerët që të çmadhen me njëri tjetrin këtë 313. Dhe pastaj, hap pas hapi, do të tregojmë përgjegjësinë tonë dhe llogaridhënien tonë me programin tonë edhe për pensionistët. Sepse ndryshe nga Edi Rama dhe ministrat e tij, ne do të mbajmë përgjegjësi dhe do të japim llogari. Ai s'mban përgjegjësi, thotë, ku di unë çfarë bën shokët? Ku të mbeten shokët nuk e di. Po pse të hëngren shokët nuk e di. Apo jo? Kjo do të thotë që ai është më buf se bufi. Apo jo? Jo. Në fakt, ka diçka tjetër. Ai dhe shokët janë të pandar në babëzi ndaj shqiptarëve. Çfarë do të bëjmë ne? Rritje 20% të pensioneve, dyfishim i indeksimit në raport me inflacionin, bonus për pensionet e ulta prej 250.000 lekësh periodik, kartën e shëndetësisë për çdo pensionist si kundër për gjithë qytetarët shqiptar, dhe nuk do ketë pensionist harxoj 100 darkë
për të blerë barnat që i duen, sepse e dim që mosha e tretë është mosha që ka nevojë për më shumë ilaçe. Të gjithë pensionistët shqiptarë do të marrin 100% të çdo lloj bari, të çdo lloj medikamenti që ju duhet, cilësor, europian, 100% të rimbursueshëm. Pa diskutim, kjo ka një faturë, po është një faturë e përballueshme. Rritja 20% e pensioneve, indeksimi me 2 fish inflacionin, bonusi periodik 250.000 lekë dhe 100% shpenzimet paguara shëndetësore nga shteti për pensionistët, kjo është rruga për të ecur në 4 vitet e ardhshme dhe për të shtruar rrugën dhe për më tej më pas. Tu dua ta ndërpres fjalën time dhe t'ja jap fjalën një prej kandidatëve që na ka shoqëruar në këtë takim, edhe të tjerë me zemër donin të ishin këtu. Sigurisht ju e dini, vazhdojnë telefonatat, kërkojnë mbështetje, shpresoj që kjo mbështetje do të vijë për gjithë kandidatët tanë, pa asnjë merak, pa asnjë pishman, janë njerëz, janë kandidatët më dinjitosë, është një lidhje qytetarësh, janë përfaqësuesit e një politike me fytyrë njerëzore. Me fytyrë njerëzore që nuk zhbëhet edhe para krizave më të mëdha, qofshin këto të emergjencës, apo të krimit, apo të korrupsionit, apo të dredhive dhe pabesive dhe intrigave politike, është dhe kandidati që do jap fjalën. E kam patur në krahun tim dikur, si në mbrojtje të rendit publik, ashtu dhe të emergjencave kombëtare, e shpresoj me votën tuaj, me mbështetjen tuaj do ta kem sërish në krah si deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Shemsi Premçi. Mirëmbrëma, motra dhe vëllezër, shumë të dashur bashkëdhetar në Britaninë e Madhe. I nderuar kryetari i koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha, të nderuar kandidat, të nderuar gjithë pjesëmarrësit në sallë. Unë jam Shemsi Premçi, një luftëtar i luftës së lirë, i fjalës së lirë, një luftëtar pa kompromis kundër krimit dhe korrupsionit në Shqipëri. Kam pranuar ofertën e koalicionit Euroatlantik për të qenë njëri prej jush, për të bashkuar me politikën e re, për të mos e lanë politikën shqiptare dy polare. Një rrëzoju PS-ja e hajde PD-ja, pastaj hajde PD-ja e rrëzohu PS-ja. Të nderuar pjesëmarrës, filozofët modern thonë dhe shprehin me të madhe se demokracia me 2 parti nuk është demokraci, është rotacion sistemesh. Pluripartizmi me shumë parti në parlamentin e një shteti sado i vogël qoftë, krijon premisa për të ndërtuar një demokraci të kulluar, sepse nuk i jep mundësi asnjë nga partitë e mëdha që qeverisin të vetme për të instaluar regjime dhe korrupsion masiv, siç tha kryetari i koalicionit Euroatlantik. Ndaj dhe ne jemi sot para jush, t'ju ftojmë jo vetëm si emigrant, jo vetëm si bashkëdhetar, po si misionar të fjalës lirë, si misionar të demokracisë, sepse ju më shumë se ne e njihni demokracinë me veprat tuaja që keni bërë. Duke ikur nga skamja, keni ndërtuar jetën moderne në një shtet që t'jep mundësitë si Britania e Madhe. Kërkoj t'jeni misionar që të trokisni me telefonin tuaj, jo vetëm pjesëtarëve të familjes, po të gjithë lidhjeve tuaja që keni në Britani dhe në gjithë diasporën, kudo anë mban botës shqiptar, sepse ne jemi ata, ju jeni ata që mbroni demokracinë, që garantoni elementin bazë të demokracisë që është rotacioni politik. E rotacioni politik, të nderuar vëllezër e motra, nuk mund të bëhet
duke ndruar ustallarët e korrupsionit, por duke I dhënë frimarrje partive të reja politike, alternativave që nuk mbartin korrupsion, alternativave që nuk e kanë frikë spakun, po e mbështesin spakun. Lulzim Basha, unë, Naim Hasani dhe gjithë kandidatët e koalicionit Euroatlantik, nuk e kemi frikë spakun. Ne nuk kemi shumë trima, por trimëria jonë e ka bazën tek ndershmëria, se ne nuk jemi të përlyer me korrupsionin. Me bëri përshtypje zotëria me Trikun e Kuqe, që tha 2 fjalë për pensionet. Pavarësisht përgjigjen që dha kryetari I koalicionit Euroatlantik, unë I nderuar jam një nga zyrtarët e lartë të shtetit që e kam denoncuar korrupsionin në vitin 2012, oligarkët që ishin aksionerë në minjerat e Bulqizës dhe në atë kohë ishte qeverisja e Partisë Demokratike. Në vitin 2018 ja kam përplasur portofolin e detyrës drejtori I përgjithshëm të emergjencave civile Edi Ramës, sepse qeveria ishte më e korruptuar 10 fishin se një qeveria më përpara. Dhe ju sill ndërmendje diçka shumë të rëndësishme. Një kryeministër që të tallë, të vjedh, të mashtron, ai nuk të hap derën për në Evropë. Nëse ju mbahet mend 2 vite përpara, kryeministri I Shqipërisë bashku me zëvendës kryeministrën veshën I leket fosforishent dhe shkuan tek burimi I shpiragut I naftës. Dhe mashtruan gjithë shqiptarët që paratë që do dalin nga nafta e shpiragut do t'i përdorin për rritjen e pensioneve të 800.000 pensionistave në Shqipëri. Ku është nafta e shpiragut? 30 ditë më parë, kompania norvegjeze e braktisi shpiragun, iku. As kryeministri, as zëvendës kryeministri, as një ministër nuk dalin thonë që bë me shpiragun, që do të bëhet me pensionet shqiptare. Nëse nuk ka një burim të tillë siç mashtrove o krye mashtrus dhe krye hajduti shqiptarëve, dile thuju shqiptarëve që unë nuk do t'i bëj 20 kilometra rrugë me ka 20 milion euro kilometri, por këto para do t'i investoj në skemen e pensioneve për të mos patur pension Shqipëri nën 300 euro. Këtë do t'i lutëm Lulzim Bashës që në parlamentin e ardhshëm në çdo pozicion që t'jeni, e t'jemi, do të luftojmë dhëm për dhëm, të paktën për të garantuar minimumin jetik të shtresave nevojë, të familjeve nevojë dhe të pensionistëve, që të mos tallen duke I vjedhur kilometrat e rrugëve, por të sigurojnë minimumin jetik të shqiptarëve kudo që janë, duke luftuar që edhe emigrantët të garantojnë pensionet në vendet e tyre, duke ndërtuar ura komunikimi me shtetet demokratike dhe qeveritë demokratike të Britanisë dhe të gjithë Evropës. Unë jam shumë I bindur se nuk ka emigrant, nuk ka shqiptar që të besoj që një kryeministër që ka tundur para 12 vitësh tallava, një kryeministër që kërkoi tepsin, vetëm, një kryeministër që kërkoi timonin, vetëm, që makinë zin t'i jap, se shokët I han dardha e kumlla pas shpine, dhe I kanë shkuar atje tek vendi, tek ai, thot ai emigranti 7H7 ben 313. Pra, si mund të besohet që një kryeministri që ka qeverisur 12 vite dhe është renditur si kryeministri më I korruptuar, me një qeveri më të korruptuar, me 5 ministra në burg, një zëvendës kryeministër në Rati, 17 kryetarët bashkie të dënuar, 220 zyrtarët më të lartë të qeverisë shqiptare të dënuar, dhe me mbi 500 tjerë kandidat për në SPAK dhe për në burgun e Reqit në Malësi të Madhe, atje ku nga vjen edhe I nderuar I kandidat Naim Hasani. A mund të mendojmë ne që Evropa
Bashkimi Evropian të hap derën kur të kesh një kryeministër të korruptuar? Jo. Pra, ai le ta tund pasaportën e integrimit në Bashkimin Evropian, ne shqiptarët nuk do ta besojmë kurrë, unë do të vazhdoj të jem denoncues i paepur. Do të jem guximtar siç kam qenë gjithmonë. Por për një fakt do t'ju kërkoj falje të gjithë atyre që nuk janë këtu nga Dibra dhe nga Kuksi. Kam lexuar 2 programe të 2 partive të majta, të Partisë Socialiste dhe të Partisë Mundësia të Arlind Qorrit. Më ka bërë përshtypje një diçka. Një nga pikat e programit thot do të ndërtojmë hidrocentralin e Skavicës. I nderuar kryetar, të kërkoj ndjes vetëm për 60 sekonda që të vash shpjegoj si njohës i territorit të Shqipërisë nga Tropoja deri në Sarand, për shkak detyrave që kam kryer, t'ju them që trevat më të varfra janë trevat e Shqipërisë perilindore. Por vendi më i afërt me kryeqytetin për zhvilluar një turizëm lumor dhe malor është Lugina e Drinit të Zi. Ne jemi niprit dhe sërniprit e Kastriotëve. Edhe nëse ne nuk i dalim Zot vend origjinës së Kastriotëve, atje ku është bërë betejë e Torviollit në fushën e Kastriotit sotëm, ne nuk do të themi ne nuk na lejohet të mburremi se jemi niprit e Kastriotëve. Një gjë do ta dini. Në të gjitha samitet e Bashkimit Evropian prej 11 vitesh, burimet hidro, pra burimet energjetike me rezervar, me liçen artificial, për shkak të digave të ngritura, nuk përmenden në Evropë prej 11 vitesh. Dhe këtë unë e di mirë se kam kryer një detyrë 5 vjet e gjysmë që kam qenë përfaqësues i Shqipërisë në gjitha këto samitet për çështjen e ngrohjes globale në botë. Burimet alternative, parqet fotovoltaike dhe parqet avelike, jo vetëm prodhojnë energji të rinovueshme, pa ndikim mjedis, por kursejnë tokën, sepse ata nuk e mbysin luginën e Drinit Zi. Nuk i ngren 35 fshatra, me tokë produktive mbi 20.000 hektarë. Evropa sot është deficitare për tokën e Bukës, ndërsa pashallarët e kuq fusin në program të partive të tyre mbytjen e Dibrës për të prodhuar pak energji, ndërkohë që me 3 parqe fotovoltaike jo më shumë se 5.000 hektarë mund të prodhohen 5 fishin energjisë elektrike që mund të prodhoj hidrocentrali Skavicës. Por dhe një problem tjetër për kuksianët. Nëse mbytet Dibra, diga e Skavicës është një varr mbi krye, në rast katastrofash dhe tërmetësh të mëdha dhe shpërthimit digës, populli i Kuksit, Zhurit, Prizrenit dhe Prizrenit që përbëjnë 300.000 banor, zhduken brenda 45 minutash. Çka do të thotë? Që vetëm një mendje e marrë, vetëm një mendje kriminale mund të ngrejë një digë hidrocentrali me 3.2 miliard metër kub ujë mbi kokat e 300.000 banorëve. Vetëm për të pastruar parat e vjedhura nga qeveria e Partisë Socialiste me nkrye Edi Ramën. Prandaj, bëuni misionar, ta mbrojmë Luginën, ta mbrojmë Dibrën, ta mbrojmë Kuksin, ta mbrojmë Prizrenin. Bëuni misionar të votoni numrin 4, koalicioni në Euro-Atlantik. Mërgjimtar, kudo që janë, nga zona e Shkodrës, le ta votojnë Naim Hasanin, avokatin e mrekullueshëm. Kurse me miqtë tuaj në Tiranë, në qarkun e Tiranës, votoni numrin 4. Nëse ju të pronë e votë, votojni dhe Shemsi Prenqin. Falënderit. Falënderit, falënderit, falënderit. Falënderit.
Faleminderit. Faleminderit. Shikues të televizionit Albuk, mirëmbrëma, jemi këtu me kryetarin e koalicionit Euroatlantik, zotin Lulzim Basha, i cili ndodhet për një takim në Londër me diasporën në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme të 11 majit. Zoti Basha, mirë se vini në Londër përsëri pas shumë takime. Zoti Basha, Nat Bajrami sonte ishte një koincidencë apo një zgjedhje nga ana juaj? Mendoj se në raste të tilla është punë e Zotit, kur i thonë, gjej rastin të uroj gjithë besimtarëve musliman, gjithë agjëruesve për një agjërim të pranuar në fund të këtij muaji të sakrificës sublime ndaj Zotit, dhe t'ju them që sakrifica e tyre u bë dritë jo vetëm për familjet e tyre, por edhe për Shqipërinë, për kombin shqiptar, për shqiptarët kudo që ndodhen. E natyrisht kjo Nat Bajrami na bashkoi edhe këtë takim të mrekullueshëm me komunitetin e shqiptarëve në Londër, për cilin mund të them vetëm se jemi privilegjuar, i nderuar dhe plot shpresë tek shoh këtë dinamizëm, këtë energji të shqiptarëve që kanë ardhur nga histori të dhimbshme, emigracioni, largimi nga familjet e tyre, po kanë ndërtuar këtu një histori suksesi për cilën krenohemi të gjithë. I bashkohem edhe unë urimit tuaj në natën e Bajramit për gjithë besimtarët musliman, urimi për gjithë. Zoti Basha, partitë e tjera politike kanë zhvilluar takime të ndryshme për gjatë periudhës kur po bëhej regjistrimi për zgjedhjet e 11 majit. A besoni se ky takim do të kishte ndodhur paksa më herët dhe a mendoni se do t'ju lënë paksa mbrapa ose do të humbni në vota, po them për faktin se disa që mund ishin regjistruar, nuk janë regjistruar pikërisht për faktin se takimi është bërë paksa më vonë. Partitë e tjera kanë ardhur për vota personale, pa zgjidhje, pa adresim të problemeve të migracionit, pra kanë ardhur për karrikën e tyre, për interesin e tyre. Kjo është ajo që na diferencon. Koalicioni Euroatlantik ekziston sot si një realitet politik për t'i shërbyer shqiptarëve, për t'i shërbyer edhe shqiptarëve në imigracion, të cilët pa diskutim duhet të kenë të drejtën e votës të papenguar me një sistem elektronik, me identifikim biometrik dhe pa pararegjistrim. Por kjo është çorba e gatuar nga garda e vjetër. Jam i bindur që shqiptarët e diasporës do të gjejnë mënyrat e tyre drejt për drejti përmes familjarëve të tyre të mos e pranojnë këtë që është gatuar dhe të japin votën dhe të nxisin votën për ndryshimin e vërtetë që mund të vijë vetëm përmes koalicionit Euroatlantik numrit 4. Ju që kur ishit kryetari i opozitës dhe në krye të Partisë Demokratike keni pasur, le të themi, një ambasador tuaj këtu, i cili është avokati Naim Hasani, i cilin tashmë e keni edhe si kandidat për deputet në listat tuaja. Çfarë mendoni për diasporën shqiptare në Londër dhe në Britaninë e Madhe? A do ju bashkangjiten ju me votën, do ja japin votën ju, cilat janë pritshmëritë tuaja, zoti Basha? Sigurisht që për votuesit e qarkut të Shkodër që jetojnë në Britaninë e Madhe, vota për Naim Hasanin është një votë e çuar të dikush që ju a di hallet, problemet, që ka sakrifikuar gjithçka nga koha e tij e familjes së tij për t'ju qëndruar pranë, për t'i ndihmuar dhe për të ka fituar respektin, jo vetëm të shqiptarëve që kanë ndihmuar, të mira për tyre, por edhe të institucioneve britanike që siç e dini kanë propozuar t'i bashkohet gjyqësorit britanik si një gjyqtar i mbretit, që është dhe pozicioni më i lartë që mund të ketë arritur në institucionet britanike ndonjë shqiptar, jo vetëm këto 30 vite, por do të thoja në 100 vite. Nga ana tjetër, do të them qartë që Naim Hasani nuk është vetëm një krenari për shqiptarët e Londrës e të Britanisë Madhe, është një krenari edhe për listën tonë, sepse ne e kemi bërë realitet zotimin tonë që t'ju japim shqiptarëve në emigracion përfaqësues të tyre, gjë që Partia Socialiste e Tiranës ka dështuar të bëjë kësaj radhe, duke larguar zotin Krashi nga lista, duke mos sjell asnjë kandidat për deputet nga shqiptarët e Londrës, të cilët i trajton si një magazin vetëm me flethyre, po pa flet dalje. Pra do të marrë gjithçka, po mos t'jap asgjë në këmbim. Ky është ndryshimi themelor midis koalicionit Euroatlantik dhe zotit Rama apo të tjerëve që i shkojnë pas avazit. Ne kemi kandidatët tanë, ne kemi përfaqësuesit tanë komunitet dhe jam i nderuar. Besoj reflektohet atë që shprehin shqiptarët e Londrës kudo dhe shqiptarët anë që e njohin Naim Hasani është një emër shumë i njohur për familjet edhe në Shqipëri të atyre që jetojnë në Londër. Kemi përfaqësuesin e tyre tashmë jo thjesht të sprovuar në krah të tyre në proceset e ndryshme ligjore në Britani, por edhe zërin e tyre në Parlamentin e Shqipërisë përmes Naim Hasanit.
Dhe cilat duhet të jenë përshmëritë e votuesve tuaj nga diaspora, zoti Basha, nëse ju vini në pushtet apo diktoni një koalicion të mundshëm për bërjen e qeverisë pas 11 majit? Një gjë ju a them me siguri, qeveria e ardhshme do të diktohet nga programi dhe ekipi ynë. Dhe ne do të jemi të hapur për të bashkëpunuar me të gjithë ata të cilët nuk janë të korruptuar, të cilët japin mbështetje 100% strukturës posaçme antikorrupsion dhe janë plotësisht linjëzuar me aleatët tanë strategjik, me Britaninë e Madhe, me Shtetet e Bashkuara, me Bashkimin Evropian. Programi është i qartë, është botuar që me 1 qershor, pikërisht për të dhënë mundësinë qytetarëve ta kuptojnë, ta thithin dhe ta bëjnë të tyrin, qoftë në adresimin e problemeve, qoftë në evidentimin e problemeve, qoftë në adresimin e tyre. Problemet e diasporës dihen. Janë familjet e tyre në Shqipëri, të cilët mbahen me parat e njerëzve që kanë këtu në Angli apo anë mbahen në Britanisë Madhe, Europës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët me programin ton të zhvillimit ekonomik, të uljes taksave, të ardhjes ndihmë familjeve në nevojë, nuk do të kenë më nevojë, nuk do të jenë më të varur nga ndihmat financiare të familjarëve tyre në Britani, dhe kjo sjell një efekt dyfish dobishëm. Nga njëra anë, taksat e shqiptarëve do të funksionojnë për të ndihmuar familjet shqiptare, nga ana tjetër, parat e emigrantëve tanë do të ndihmojnë familjet e tyre këtu ku jetojnë, dhe mund të kthehen në një burim investimi, qoftë privat, qoftë ekonomik, në Shqipëri, në sektorët ndryshëm, nga turizmi, e ndërtimi, tek prodhimi, e çdo sektor tjetër i mundshëm, i cili do të mirëpres me programin ton, jo vetëm parat, por dhe përvojën e fituar në emigracion nga shqiptarët këtu në Londër anë mban botës. Dhe cili është objektivi juaj për zgjedhjet e 11 majit në sensin e mandateve që ju pretendoni të fitoni, zoti Basha? Kjo është tërësisht në dorë qytetarëve. Në dorën tonë, në fakt detyra jonë, është t'ju japim shqiptarëve një program dhe një ekip. Ju kemi dhënë ekipin më të mirë, ekipin e vetëm të pastër këto zgjedhje, që qartësisht është aty për shqiptarët dhe jo për veten e vet, e ka provuar që këtë betejë nuk e bën për karrike. Madje e ka përbuzur joshjet për karrike pikërisht sepse i shërben një kauze shumë të lartë. Naim Masanaj është një shembull tipik i kësaj, mund të vazhdonte punën e tij si avokat, por ka vendosur të garoj si kandidat pikërisht që atë fuqi avokatie që ka bërë në institucionet britanike të vazhdoj ta bëjnë në Parlamentin e Shqipërisë. Por kjo është e para, dhe e dyta programi, për cilin ju thash, dhe vetë institucionet perëndimore, aleatët tanë e kanë çmuar si programin më të mirë në Ballkan në 35 vite. Kjo është detyra jonë, është detyra shqiptarëve të zgjedhin nëse do votojnë për veten e tyre, për fëmijët e tyre, për familjen e tyre, dhe nëse do vendosin ta bëjnë këtë, alternativa është një dhe vetëm një, është koalicioni euroatlantik numri 4. Zoti Basha, cili është komunikimi juaj me pjesën tjetër të opozitës shqiptare? Jeni në komunikim apo cila është marrëdhënia juaj me to? Shiko, ne kemi komunikuar me vepra, jo vetëm me fjalë. Ne kemi çuar në parlament akte të rëndësishme kundër korrupsionit, si ligji për vettingun e politikanëve. Ne kemi çuar në parlament akte të rëndësishme si heqja e imunitetit parlamentar, mbështetja për SPAK-un. Për fat keq, një pjesë e opozitës është bashkuar me qeverinë për t'i bllokuar këto akte, dhe ç'është më e rënda, është bashkuar me qeverinë, i ka dhënë votat e Tiranës për të liruar të korruptuarit. Ndaj 11 maj është një ftesë për shqiptarët mos t'i harrojnë se kush qëndron në krah të luftës kundër korrupsionit, në krah të SPAK-ut, për të dënuar, për të çuar para drejtësisë dhe për të dënuar të gjithë politikanët e korruptuar, dhe kush ka bërë për interesat ngushta, për karrike, për interesat tjera të ngushta, pazar pikërisht me qeverinë më të korruptuar që nga themelimi i shtetit shqiptar, një qeveri gjysma e cilës sot ndodhet në burg dhe gjysma tjetër ka gjithë arsye të shqetësuar që e pret e njëjti fat për shkak të padrejtësive dhe korrupsionit në kurriz shqiptarëve. Dhe nëse mandatet tuaja do jenë në numër të caktuar që do diktojnë formimin e qeverisë ardhshme, me kë do ishit i gatshëm ju të bënit një koalicion pas zgjedhor? Ne do të diktojmë programin tonë, vlerat tona, parimet tona, që do të thotë programi ynë është në qendër të interesit ton politik pas 11 majit, ku çdo që e gjen vetëm programin ton dhe që nuk ka probleme me drejtësinë, sepse nuk ka probleme me korrupsion, dhe që mbështet 100%, jo në 100% SPAK-un dhe luftën kundër korrupsionit, dhe që është linjëzuar me aleatët tanë strategjik, do ta ketë derën e hapur për të bashkëpunuar në të mirë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Dhe një pyetje të fundit, zoti Basha, ju keni thënë, keni theksuar më parë që ju dhe forca juaj politike jeni demokratët e vërtet me zemër dhe me shpirt, siç keni thënë ju.
A mendoni dhe a shpresoni që një ditë ju do i bashkangjiteni Partisë Demokratike, pra do jeni të gjithë së bashku si pjesë e Partisë Demokratike dhe ju si kryetari i kësaj force politike? E para punës është e qartë që në këtë gjë unë s'jam për karrikën time. E kam provuar që kur ka qenë nevojshme kam hedhur një hap pas për të bashkuar demokratët, ndryshe nga të tjerat që kanë bërë të kundërtën. Ne jemi Partia Demokratike, të cilës i kanë vjedhur vulën me 11 qershor si pjesë e një pazari mes kryeministit më të korruptuar në këto 100 e sa vite shtetë Shqipërisë dhe një pjesë të opozitës që i ka dorëzuar interesat e opozitarëve tek Edi Rama. Ndaj jemi sot këtu për të dhënë shqiptarëve, në veçanti opozitarëve dhe demokratëve, një alternativë, sepse përndryshe janë të kufizuar të votojnë ose për Ramën, ose për atë që bashkon votat me Edi Ramën për të mbrojtur dhe jo ndëshkuar korrupsionin. Vota për koalicionin Euroatlantik, vota për kandidatët tanë, vota për numrin 4, është vota për të ndëshkuar Edi Ramën dhe korrupsionin e tij, është vetëm një votë për të ndryshuar Shqipërinë dhe jo ricikluar rrangallat e korrupsionit. Zoti Basha, faleminderit për këtë përgjigje të shkurtër dhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit.